dëgjon ligjerata, e dëgjon ezanin, i shen njerë duke u fal, e shet e shtëpia atje babën plak, nënën plak, e shet vllaun duke u fal, e shet shokun tjetër duke u fal, ama ti kur se si, kur qysh ti s'mundesh me ran sejdë. Qka ka ajo zemër? Qka ka ajo zemër që është ngurtësu katë shumë? është ashpërsu katë shumë? është vrashtësu katë shumë që nuk pranon në asnjë mënyrë mira në sejdë Allahut Azza wa Jall. Ja ejuhel insan, o ti njeri, për çfarë arsye? Pse nuk e do Allahun Azza wa Jall? Allahun i cili meriton dashurinë më të madhe se çdo kan tjetër. Allahu të thot eja, Allahu të thot hajde, Allahu të thot hayya ala salah, Allahu të thot hayya ala falah, dhe ti thua jo Zot, jo, unë nuk vi. E pastaj në drek, jo o Zot, unë nuk vi. E pastaj në ikindi, jo, unë nuk vi. Dhe e don Allahun, bëhu i sinqert me vetveten, me zemrën tënde, me shpirtin tënd. Pse nuk e do Allahun, i cili të thret 5 herë në ditë? Unë e du Allahun, mirë po nuk kam kohë. Jam shumë i zantë me punë, me obligime, nuk kam kohë. Subhanallah. Nuk ki kohë për Allahun Azza wa Jall brenda 24 orëve, nuk ki kohë 24 minuta, por atë i cili ta dha kohën, por atë i cili ta dha jetën, por atë i cili ta jep rizkun. Valla jam në punë, unë isha falë, ama jam në punë, jo nuk më lejon shefi, nuk më lejon puna, nuk mundem mu falë. Sikur ata të cilët falen, të gjithë ata të cilët falen, nuk punojnë fare. Nuk ka arsye për askënd që të arsyetot se është në punë, se ka zgjidhje. Po nëse nuk ka asnjë zgjidhje, edhe ti falesh, çka mundet me ndodh me ty? Mas shumti që mundet me ndodh me ty, ka mundësi që me të largu prej punë. Kjo është mas shumti. Rreziku më i madh i joti është me të nxjerr prej punë. Me të nxjerr shefi prej punë, ndoshta ka pak rrezik. Me të nxjerr Allahu prej xheneti, sa ka rrezik. Me të nxjerr shefi prej punë, ka edhe 100 punë të tjera ku ti mund të punësohesh. Me të nxjerr Allahu prej xheneti, s'ka dikun tjetër xhennet tjetër. Më u hidhru shefi me ty, shefa e shefa në dunja ka plot. Më u hidhru Allahu me ty, përveç Allahut nuk ka tjetër Zot. Para mendojeni, para Allahut Azza wa Jall, kur do dalin gjithë njerëzit në ditën e gjykimit para Allahut, dhe Allahu pyetjen e parë që do t'ia ban njeriut, namazin. Pse nuk e fale namazin në dunja? Për çfarë arsye? A do gjen arsye para Allahut Azza wa Jall? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men fatethu salatul asri", ati të cilit i humb namazi i ikindis. Vetëm një namaz, jo 5 namaze, jo tan javën, vetëm një namaz. Ati të cilit ik namazi i ikindis, është sikur shembulli i një njeriut i cili shkon në punë, familja e tij dalin me vetur për të shkuar dikund në iftar, dhe ai ka shkuar në punën e tij të dunjas. Kur kthehet në shtëpi para iftarit, e gjen shtëpinë e tij duke i shkuar flaka dhe duke i dal timi.
Kretat shtëpi që ka punuar me vite e sheh të djegur, e sheh të tymosur, me gjithat mirat e saj, me gjithë pasurinë e saj, përfundon shtëpia e tij, duke qenë në atë gjendje të dhimbshme, të djegjes së shtëpisë së tij, i lajmërohet dikush duke i thënë: "O filan, ngutu ma shpejt se familja jote me vetur duke shkuar në iftar ka bën ndeshje." Ky me vrap, me ngutje arrin në vendin e ndeshjes, e sheh familjen e tij me prind, me bashkëshorte, me fëmijë, të gjithë të vdekur. Si është gjendja e këtij njeriu? A të dhem zemra për këte? A të vjen keq për këte? Kur ta shohësh? Si ta ngushlosh kur ti nuk ki zemër, nuk ki fjalë ta ngushlosh atë? Po si ta ngushlloj? Çka ti thamun ati? Shtëpia i është djeg, familja i kanë vdek. Çka ti tham këtij njeriu? Nuk di edhe si ta ngushlloj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: ai të cilit i ik namazi, i ik indis, fa ka'annama wutira ahlahu wa mala. Ati është sikur me i hum komplet e gjithë familja, e gjithë pasuria. Përgjigje e parë e xhehenem live, të cilët janë në sekar, qalu lam naku minal musallin. Pse jeni ju në sekar? Jemi për shkak se nuk e kemi fal namazin. Dhe ende ti mendon, dhe ende ti rrezikon që të shkosh te Allahu pa namaz. Fatkeqësia është e madhe. ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين